so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Përshëndetje, sot du ju marrë me vete në pastrim të thellë të shtëpisë me themel, nga kuzhina tek dhomat e gjumit dhe sirtare deri tek frigoriferi. Kjo video xhiruar pak para Bajramit, por siç e dini me 2 fëmijë nuk është gjithmonë e lehtë të gjej kohë për të edituar. E megjithatë, ja ku jemi. Le të fillojmë nga kuzhina sepse aty ndodhin shumica e betejave të ditës. Kam përgatitur produktet e mia të zakonshme, Viakal, Bank, detergjent për enët, dhe një aromatizues i ëmbël për parketin. Dua t'ju kujtoj të mos harroni të më shtypni një subscribe, like dhe share për të më mbështetur. Për të larë tiganet dhe tenxheret, unë mundohem të përdor telat e imët që të mos më gërvishten dhe të pastrohen sa më mirë dhe pak më kollaj se me telin e zakonshëm. Për të hequr pjesën e shkumës, përdor këtë copat jeshile që e pat aty dhe është pak si sfungjer, blihen në Lidl dhe kudo i gjeni. Janë shumë të mira dhe përthithin shumë ujë. Siç e vu të re, sirtaret unë i pastroj me ujë të nxehtë fare dhe me detergjent duke i fshirë në çdo qop. Po ju tregoj gotat dhe filxhanet e reja që i bleva duke shpresuar që do më vinte mami dhe tani i kam për miq të rinj. Nuk e di nëse edhe ju i keni disa filxhan të veçantë dhe pjata ose disa gota të veçanta vetëm për miq, por unë i kam sepse i kam të trashëguara nga mami im. Kam vendosur të organizoj edhe raftet. Nuk jam tipi më estetik që mund të gjeni, por mundohem të kem një rend minimal. Kur hedh sprayn, mundohem që të fshi në çdo cep dhe qoshe, sepse ngelen gjithmonë fare thërrime, gjëra të harruara, ndonjëherë ndonjë lodë granitit që se kam asabirin se si mund të përfundojnë aty. Raftet që i kam pak më larg nga soba, i fshi vetëm me një spray edhe me një cop, kaq mjafton, sepse e bëj vetëm për të pastruar çfarë është e mbetur aty. Raftet që i kam më afër sobës, mundohem t'i pastroj me ujë të nxehtë dhe me Bank, sepse është më kollaj të heqësh yndyrën me këtë detergjent. Nëse e provoni do më kujtoni. Dhe nëse e provoni, më lini një koment poshtë, ose nëse e keni provuar ndonjëherë Bangun tek yndyrnat ose tek soba, më shkruani komentin tuaj poshtë. Dua shumë që të blej ca kutia për të sistemuar këto ushqimet, por nuk dua që të krijoj sa më shumë produkte dhe të lodh veten nëse një ditë do të ndryshoj shtëpinë. Kam bler dhe ujë zamzam sikur e vurët re, është ujë shumë i mirë dhe i marr nga Meka. Këtu do pastroj pjesën që kam të snekët, edhe kjo është një pjesë e lehtë që e bëj vetëm me spray edhe i kaloj copën për të pastruar pjesën e cepave dhe të qosheve mirë. Siç e shikoni dhe vetë në video, i shikojeni dhe copat, i gjeni në Lidl. Kolagjenin e përdor për ditë, është gjëja më e mirë që mund t'i bëni vetes, të paktën unë mendoj se kam rezultat. Tani po kaloj tek air fryeri, ai mbushet shumë shpejt me yndyrë, edhe pjesën e raftit ma bën shumë keq, edhe pse e përdor shumë shpesh sepse më ndihmon të gatuaj me sa më pak vaj. Por gjithsesi them që ja vlen gjithë kjo lodhje sepse unë ha më pak yndyrna. Ju siç e shikoni, është një lodhje e papar, unë e laj një herë në javë këtë pjesën këtu dhe bëhet po njësoj. Por Bank është shumë i mirë, siç e shikoni te videoja, nuk është se do shumë gryrje me tela, më the thash, i pastron shumë shpejt, edhe pjesën tek tostieri e kam shumë fiksim, bëhet me shumë thërrime edhe e pastroj. Këto i laj gjithmonë me Bank pjesën e sobës. Tani do pastroj pak ketllën, sepse nga që është e bardhë dhe merr shumë shpejt njolla nga gishtat edhe nga të prekurat. Pjesa e raftit lart është i sigurt që nuk myket, sepse unë pjesën lart e kam të shtruar me mermer dhe nuk është dru. Ky është fati im i mirë për shkak se unë pastroj shumë me ujë dhe nuk jam shumë e organizuar, siç e shikoni dhe vet. Kur pastroj o bëj rrëmuj gjithë dynjan ose asgjë, por në fund çdo gjë del shumë pastër. Pra, i thuhet trust the process. Nuk e di për juve, po unë këtu ku vendos enët që të thahen, më krijohet shumë smërç. Ka pasur një produkt Lidl që e ka zhdukur tashmë dhe më mungon shumë, u bën shumë kohë që e ka zhdukur. Nuk e di nëse keni ndonjë produkt që e pastron smërçin pa më lodhur fare, sepse pavarësisht se unë e fërkova edhe u mundova ta pastroja, përsëri ka ngelur pak pjesë e bardhë tek pjesa e mermerit. Më shkruani në komente poshtë nëse keni një produkt që ja heq direkt dhe e bën të shkëlqej. Pjesa këtu poshtë është pjesa ku mbaj tenxheret, bëhet pak si e gërvishtur, por gjithsesi edhe kësaj ja vetëm një të fshirë me led. E shikoni kovën që do vendos tani pak më lart, edhe këtë e kam ruajtur, është e ardhur nga Shqipëria, më ka ardhur me turshi, unë e kam ruajtur sepse zë bukën, bëj flin, edhe e përdor për shumë gjëra të ndryshme. Më duket vetja pak old school me këto gjëra, por nuk e di, kam ngelur akoma me atë mendjen e mamit dhe kulturën që kam marrë nga ajo.
Këtu poshtë lavamanit e kam gjithmonë si territor lufte. Detergjentët janë gjithandej dhe gjithmonë më mblidhe shumë pastërti, por ja dola ta pastroja. Sobën e pastroj çdo 3 herë gatimesh dhe xhamin e saj e heq, e laj dhe e vendos përsëri. Kjo bën një diferencë shumë të madhe. Provojeni edhe më thoni, jo vetëm soba ime, por çdo lloj sobe që ekziston i hiqet pjesa e xhamit që të lahet dhe pjesa brenda që është double. Sobën e kam pastruar me copë mikrofiber sepse ndihmon më shumë në fërkim se sa copa tjetër, sepse copa tjetër që ju tregova në fillim të videos, ajo është e mirë për përthithjen e ujit, por mua më interesonte të fërkoja në këtë moment. Kam filluar të përdor versionin e ajrit kur gatuaj dhe kam përshtypjen se ma bën më shumë pjesa e gatimit me ajër se sa kur gatuaja më përpara vetëm me rezistenca. Tani po ju demonstroj edhe se si e kam hequr xhamin dhe e kam vendosur përsëri. Nuk është se do ndonjë shkencë të madhe me atë kaçavitën, mund të duket wow, po nuk është daqa wow. Mundohem ta pastroj dhe aty poshtë sepse mbledh shumë papastërti kur kullon soba, aq më tepër kur e lani sobën, kullon vet ajo aty. Ua kam thënë dhe dua t'ua theksoj përsëri, tek shtëpia ime nuk do gjeni një deep clean falco. Pra, ne do pastrojmë ashtu siç pastroni ju në shtëpinë tuaj. Nuk do bëj unë sikur po pastroj, do heq 2-3 plura edhe u pastrua shtëpia deep clean. Ai nuk është deep clean, ky është deep clean. Më vjen keq që unë nuk di të shtirem që ta pastroj para shtëpinë dhe më pas të bëj sikur po e pastroj në video. Unë nuk di të bëj ashtu, të them të drejtën, se më duket sikur nuk kam bërë asnjë ndryshim fundja. Këtu vjen një kaos tjetër, është lufta e dytë në raftet e mia, sepse kam vajrat, kam patate, qepët që lëshojnë shumë mbeturinë dhe ma bëjnë shumë pis këtë pjesën e raftit. Tek pjesa e vajt unë lodhem pothuajse çdo ditë duke e fshirë me sfungjer edhe me shkum, por po ja dalim avash avash. Harrova t'ju theksoj që këtu kam futur dhe tranan dhe mielin, por i kam futur në pra ato kutia që pat që po i fusja. Kam bler këto vegetat në Lidl edhe kam bler kaq shumë pako për shkak se shiten shumë shpejt dhe më bie që të mos i kem gjithmonë dhe unë dua t'i kem gjithmonë kur gatuaj, i kam shumë fiksim. Aq fiksim sa që një herë pa dashje kam arritur t'ia hedh edhe ëmbëlsirës pa dashje. Këto kutia të kuqe janë kutia keçapi, nëse e dini. Më kanë ardhur dhe këto, po unë i kam ruajtur dhe i kam bërë kutia organizues. Një të pastruar shpejt e shpejt frigorifer se s'ka pasur shumë punë. Do pastrojmë dhe lavamanin se i shkreti pastroj gjithë kuzhinën dhe për veten e tij nuk u pastrua. Nëse duhet patjetër që të pastroj dhe lavamanin sepse është pjesa më e rëndësishme, mban shumë papastërti dhe pislëqe për shkak se ne çdo gjë e lajm aty, pra çfarë i përket enëve dhe kuzhinës. Lavamanin e laj me Viakal është shumë i mirë ose me Bank që është për lime scale. Tani le t'i kthehemi sallonit sepse kam bërë një 4 orë të vërtet një rrëmuj, ju thash që unë kur pastroj diku bëj një rrëmuj tjetër dhe i shtoj më shumë punë vetes. Voila! Mirë se erdhën në botën time, nëse nuk më keni parë më përpara. Le të nxjerrim dhe 10 qese të zeza me mbeturina, sepse kështu ja vlen. Kam kaluar kamerën dhe kam dërguar Anitin dhe Katalian për të sistemuar dhomën e tyre, se e kanë bërë një katastrofë. Kështu bëhet çdo ditë, domethënë, në mëngjes dhe në darkë, në drekë, rri pak i sistemuar. Tani do heqim këtë tapetin. Do ta çojmë për të lar, sepse do ta vendosim prap pas Bajramit, sepse sot është koha për ta bërë shtëpinë e bukur dhe të veçantë për Bajram. Do fshim edhe divanët, sepse tham një deep clean. Ndërkohë që politika ime me Anitin dhe Katalea nuk funksionoi që ata të shkonin tek dhoma e tyre që të pastronin, erdhën përsëri këtu. Gjithsesi, me rroba unë nuk po ja dal dot, për zotin. Duhet të palos, do hap të tjerat dhe do më duhet të fus të tjera në lavatriçe. Jam super e lodhur me rrobat, nuk e keni ide. Dua t'i hedh gjysmën e rrobave që kam, jo vetëm të mijat, po të gjithë shtëpisë. Janë bërë shumë edhe më duket se ne vetëm lajm edhe vishem, mbushim lavamanin, po si ja dalim xhanum që sa ta bëj koshin zero, mbushet prapë për një ditë. Nejse, gjithsesi se bolluan kova, ankoni dhe ju në komente, jam aty për të qarë hallet bashk. Tani le të çojmë rrobat në vendet e tyre. E fshiva dhe pjesën poshtë divanëve, si gjithmonë domethënë, nuk më pëlqen shumë fshesa korrentit, ju them drejtën, atë kam atje, e përdor vetëm për tapetat e dhomave të gjumit, sepse më duket sikur nuk më pastron dhe aq mirë parketin, ose ndoshta nuk kam unë fshesën e korrentit të duhurën. Por gjithsesi, si dora ime nuk ka, ju them drejtën.
Dua të falenderoj edhe lavatriçen më këtë rast që ekziston, sepse po të ishim si dikur, nuk doja dilnim dot me gjithë këto rroba për t'i lar, ose do na duhet t'i hidhnim dhe të mbanin 2-3 ndresa dhe t'i lanim e t'i shplanim sa herë që i vishni. Nëse kjo ishte një shaka, por e gjysmë e vërtetës, sepse lavatriçja në ditët e sotme neve na ka ndihmuar shumë si nëna që të kemi kohë për veten. Unë e laj sheshin me ujë të nxehtë, mendoj se është gjëja më e mirë që mund të bëjmë, pra që të shkrim bakteriet dhe sidomos tek pjesa kuzhinës është shumë e rëndësishme. Kam bler këtë kovën, dua lë linkun më poshtë, është shumë e mirë, uji pastrohet, domethënë të harxhohet ujë dhe je detyruar ta pastrosh ujin edhe ta lash sheshin me ujë të pastër gjatë gjithë kohës. Tani le të shtrojmë tapetin e ri dhe ta bëjmë dhomën e bukur, edhe këtë e kam si tip trashëgimnie nga mami im që për Bajram, për vit të ri do hedhim tapetat edhe perdet edhe çdo gjë të bukur që e kemi, edhe ta bëjmë shtëpinë e bukur, le të heqim dhe plurat, ajo tavolina ime ishte bërë një 4 orë vërtet, se kalamajt e mi gjatë gjithë kohës kanë ngrënë ushqim aty sot, për shkak se s'kam pasur shumë nerva që do merrem me ta edhe të sistemoj me ta edhe t'i ul në tavolinë bla bla bla, veç u kam dhënë ushqimin dorë dhe janë ul e kanë ngrënë ku kanë pasur. Kjo është dhe kuzhina ime pas pastrimit. Mua më duket mrekulli t'ju them drejtën, sepse jam lodhur shumë atë ditë, po jam lodhur shumë edhe ndërkohë që kam edituar këtë video. Tani le të kalojmë tek dhoma e gjumit, që e kisha paksa të sistemuar, por kisha edhe ca kutia që po më prisin aty që t'i hap për t'i bërë unboxing për juve, gjë e cila e kam bërë tashmë po presin që të editojnë, janë në radhë. Nejse, le të sistemojmë krevatin, do sistemoj pak këto raftet, se janë bë një katastrofë. Çdo gjë ka qenë katastrofë këtë ditë, ose ndoshta është çdo ditë kështu shtëpia ime, po nuk e sistemoj çdo ditë kështu me përpikmëri, por e bëj një herë në javë që i futem shtëpisë në këtë lloj mënyre. A i shikoni ato pakët që janë nga mbrapa? Po presin që t'i shikoni juve. Unë i kam hapur tashmë, por tani presin të editojnë që ju t'i shikoni. Ju kam thënë dhe në fillim kur kam marrë tek shtëpia, shumë bukur që e kam shtëpinë me shumë xhama, po më kanë hapur një punë të 10 fish, nëse do kisha 2 punë më pak, tani kam 10 punë më shumë. Po që duket shumë e bukur e estetike. Le të pastrojmë dhe këtë xhamin që s'e kam pastruar ka 2 vite në këtë shtëpi dhe s'e kam pastruar asnjëherë për jashta, nuk di t'i hap dritare që të futem nga jashtë i pastroj. Nëse di ndonjëra në Stratford se ku mund të marr dikë që t'i pastroj xhamat nga lart, se jam në kat të dytë edhe nuk i pastroj dot nga jashtë, të bëjmë dhe hooverin. Kjo është pjesa ku unë bëj videot për juve gjithmonë në TikTok, bëj Get Ready With Me, dhe këtë pjesën, këtë këndin këtu e kam krijuar vetëm për vete dhe për videot e mia të bukura. Shkoj sa bukur që duket tani dhe dhoma ime e gjumit, e pastër, edhe e sistemuar. Ja dhe dhoma Anitit, sigurisht që nuk i mblodhi Aniti ato lodrat, po gjithsesi e bërit veten. Bye bye.